Shkëlzeni është banori që la shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 gjatë prajmit të së martës, dhe pse në shumë sondazhe të bëra online, banorët më të votuar për të dalë ishin Jozip dhe Biserno, ndërsa Shkëlzeni ishte banori më pak i votuar për të dalë, dhe në fakt, del Shkëlzeni. Mirë, për ky largim i papritur ka ngritur dyshime në rrjet se ka qenë i planifikuar largimi i tij prej produksionit. Në një video tashmë virale në TikTok, Shkëlzeni shpreh se ka folur dhoma rrëfimit dhe jo Egli, pas një debati të kësaj të fundit me Gjestin, gjatë orëve të fundit që Egli ishte ende në shtëpi. Vëmendje ka marrë dhe reagimi i Shkëlzenit në momentin kur thuhet se është ai që do të lërë shtëpinë, duke bërë një të qeshur ironike, duke lënë të kuptohet se ai e dinte. Dhe siç dihet, produksioni gjithmonë ndëshkon ata që dalin kundër tyre apo që nxjerrin informacione, dhe këtë herë ishte radha e Shkëlzenit. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.